Pas 5 muajve guxim për të firmosur kontrata e marrëveshje tregtare miliona euro dhe dhurime të pasurive të ushtrisë, Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi ka gjetur zgjidhjen për të evituar përballjen me SPAK. Nuk dihet nëse është frikësuar apo është këshilluar për të mos firmosur pazaret që bën Edi Rama, por Ministri Nufi ka vendosur të shmangë përgjegjësinë shkresore, ligjore dhe penale, duke u angarkuar vartësve firmosjen e çdo pazari ekonomiko-financiar në Ministrinë e Mbrojtjes. Më 31 korrik 2026, vetëm 2 ditë para zhvillimit të tenderit për blerjen e 3 avionëve zjarfikës me vlerë 15 milionë euro, Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi ka deleguar tek 3 zëvendës ministrat të gjitha kompetencat e tij në miratimin dhe nënshkrimin e kontratave dhe marrëveshjeve, me urdhër numër 1593 datë 31 korrik 2026, Ministri Nufi i ka kaluar zëvendës ministrit Engelej Dioti ushtrimin e kompetencave për administrimin dhe zhvillimin e pronave të paluajtshme të mbrojtjes, sektorin e emergjencave civile, sektorin e mjekësisë ushtarake, nënshkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare ato me privatët, mbikëqyrjen e performancës së tyre, çdo procedurë dhe aktet shkresore të sektorëve që i delegohen. Me urdhër numër 1594, datë 31 korrik 2026, Ministri Nufi ka kaluar zëvendës ministres Blerina Abrazhda kompetencat e plota në zhvillimin e industrisë ushtarake, procesin e modernizimit me kapacitetet avancuara, koordinimin me institucionet e varësisë dhe privatët. Zëvendës ministria Blerina Abrazhda, që është prej datës 31 korrik, ka filluar bashkëpunimin me agjencitë autonome, drejtoritë dhe marrëdhëniet me subjektet private për hartimin, koordinimin dhe zbatimin e politikave dhe procedurave për zhvillimin e industrisë ushtarake. Me urdhër numër 1595 datë 31 korrik 2026, Ministri Nufi ka kaluar zëvendës ministres Pranvera Skana ushtrimin e kompetencave të plota për sektorin e arsimit ushtarak, bashkëpunimin civile ushtarak, negocimet, inovacionin, teknologjinë, mbrojtjen civile dhe gjithë marrëveshjet dhe veprimet administrative e ekonomiko-financiare që lidhen me këta sektor të ushtrisë. Këta 3 urdhra kalimi kompetencash, Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi ka firmosur më 31 korrik 2026 dhe kanë hyrë në fuqi e ka nisur zbatimi në këtë datë nga 3 zëvendës ministra që kanë marrë kompetencat e ministrit, por urdhrat i ka publikuar në fletorën zyrtare të datës 7 gusht, një ditë pasi opozita denoncoi dhe paralajmëroi kallëzim penal ndaj ministrit Ermal Nufi për aferën e blerjes së 3 avionëve zjarfikës nga kompania spanjolle Air Tractor Europe SL, e përjashtuar nga tenderet dhe me procese gjyqësore në disa vende të BE-s për manipulime dhe korrupsion me kontratat. Nëse SPAK fillon hetimin edhe kryesisht pa kallëzim për këtë aferë të tjerat që ka firmosur Ermal Nufi gjatë 5 muajve në detyrën e ministrit, ai do të vihet përballë përgjegjësisë penale. Siç duket, Nufi e ka kuptuar vetë ose ja kanë sqaruar se po përdoret nga kryeministri Edi Rama për të firmosur pazaret ekonomike, financiare e pasurore, prandaj u ka ngarkuar kompetencat dhe firmosjet 3 zëvendës ministrave.